Mateo? Dy arsye se treti e ke. Pastaj do shpikë gjëra më shumë se do i shpikë. Veç një gjest që ka bo Mateo është shumë më i madh se gjithë loja e mirë. Ka shpik bolin. Nuk e di a i bën dëm apo i bën mirë Mateos kjo Brikena, po me qa po kuptoj nuk ka një njeri që mund ta ketë dëmtu më shumë Mateon se Brikena. E dim pse, jo se Mateo është një strategi madh, pas mund të thush ti për njeriun që vlerëson, që ke ndjenja tjetja, ka boj gjest heroik, ka shpik bolin. Se kjo është me ull tjetrin, sepse kjo nuk është e vërtet. Mateo ka luftu me armët e veta, çon si ka, kjo është një analizë shumë e gjatë, po të thush ti njeriu që pretendojmë ne gjithë që e njeh më mirë nga gjithë, e ndjen më shumë afër nga gjithë, përballë dy kundërshtarëve të vet, të thush që thjesht ka shpik bolin. O Brikena. Çfarë po i bën atij djali? Përveç se me këto refuzimet, me këto tërhiqje mos e kaput, po e lodh, jo po lodh atë, sa ja punë ka, domethënë derisa ti jesh si thush afër ti, por po e lodh publikun me këtë me faktin që një djalë tenton gjithmonë dhe një vajzë gjithmonë e shtyn. Përveç saj i fut dhe një nga këto kopaqet në fund që thu Mateo ka shpik bolin. Mateo shpik si bolit. Hajde Brikena, hajde.